Falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, të falenderojmë prej Tij një herë të ndihmë dhe falje kërkojmë, salavate, përshëndetje, urata, bekime pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër xhamat pranishëm, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Sot me lejen e Zotit do të flasim rreth një teme që besoj që do të jetë në interes të gjithëve, asaj që ne do të diskutojmë sot, pra tema për me kuptu ma mirë është pushteti i zakonit dhe pushteti i besimit. E dini njeriu nuk i nënshtrohet vetëm pushtetit dëshirave, pasionit tij. Ky është pushteti i dëshirave apo i pasioneve, është një pushtet me cilin shpeshherë njeriu i nënshtrohet me dashje ose pa dashje, pra bjen në ndikimin e tij. Përveç këtij pushteti është ai që njihet pushteti i zakoneve. Është një pushtet që shpeshherë pra njeriu, apo me thonë ndryshe, është një pushtet i cili e merr udhëheqjen mbi njeriu. Dhe përballë pushtetit zakonit traditav e kemi edhe pushtetin e ashtu quajtur pushtetin e imanit apo besimit. Çka janë zakonet, se nuk mundu me kuptu na pushtetin e zakoneve apo traditav pa kuptu se çka do më thonë zakon apo tradit. Pra dietar kur kanë folë prej këndëve ndryshme kanë thonë zakonet janë veprime të cilat përsëriten as shpesh sa që bëhen në farforme pjesë e pandërgjeshme e jetës sonë. Pra zakoni nënkupton prirjen e njeriut drejt diçkaje të caktuar, pranimin dhe në fund veprimin sipas saj. Pra zakoni në farforme bëhet pjesë e pandashme e jetës e njeriut. Me pas, ky lloj zakoni apo tradite përsëritet her pas here, derisa në një farforme e dirigjon, apo me thonë ndryshe e merr kontrollin mbi vetët tona. Dhe është shumë vështirë që mu eliminu. Prapë kanë shpjethën min as'abi su'ubat, taghyiru al-'adat. Prej gjona më të vështira për njeriu është me i ndryshu traditat, zakonet. Dhe në këtë kontekst edhe një mendimtar i quajtur me emrin Rousseau ka thënë njeriu lind dhe vdes i prangosur. Kur lind e lidhin djep, kur vdes e lidhin qefit. Kuptimi, nëse mund të themi kësaj thonje të tij është se sikur ai don me na tregu se njeriu pra në një farforme apo tjetër është sklav, rob i zakoneve. Personalisht e llogaris si prej gjona më të dobta tek njeriu, apo me thonë ndryshe prej gjona më të shëmtuara tek njeriu, është kur njeriu bëhet sklav, rob i pasioneve, apo thonë ndryshe bëhet sklav i shprehive dhe zakoneve negative. Zakonet e formojnë karakterin e njeriu, siç thotë edhe Aristoteli, ne jemi aja që bëjmë vazhdimisht në jetën tonë. Nëse zakonet e njeriu janë të mbara, pozitive, atëherë njeriu do të jetë shumë i lumtur, njeriu do të jetë shumë i kënaqur dhe jeta e tij do të ketë kuptim. Por Zoti na ruaj nëse ndodhe kundërta dhe zakonet janë të mramshta, atëherë njeriu është i palumtur, njeriu është i pakënaqur. Çka mund të llogaritet si zakon i mirë? Zakon i mirë, nëse i referohemi namazeve ditore, pra falja namazeve ditore në mënyrë të rregullt, është zakon, është traditë e mirë. Para se me thonë është diçka tjetër. Se ne dimë që është adhurim. Por nëse njeriu vazhdimsi e praktikon namazin, kjo llogaritet prej zakoneve më të mira. Pastaj zakoni i mirë është kur njeriu e ka bë vetes shprehi. Nuk mundet me najt pa lexu. Pa lexu libër. Kjo është shprehi e mirë. Kjo është zakon i mirë, realisht është edhe përgjigje porositë Zotit, lexo studio në emrin e Zotit i cili ka krijuar çdo gjë. Pastaj sjellje e mirë, pra sjellja e mirë në raport me njerëzit. Kur njeriu e bën pjesë të moralit të tij, mos sjell mirë me njerëzit. E kundërta këtyre zakoneve të mira, zakon i lig
apo jo i mirë është për shembull partacia. Kur njeriu është partac, është gënjeshtra, kur njeriu gënjen, kur njeriu nuk e përmend Zotin apo me thon ndryshe e përmend Zotin shumë pak. Pastaj konsumimi i pijeve dese, alkoolike, e të ngjashme, llogaritet prej veseve të liga. Prej veseve të liga po ashtu llogaritet kur njeriu ipet mas narkomanisë. Prej veseve të liga po ashtu llogaritet kur njeriu ipet mas lojrave të fatit. Pra veset e liga apo dukurit negative ndryshe që njihen janë të shumta. E që siç do ta shohimi, pushteti i zakonit për cilën nuk po flas pjesa e parë e ligjëratës, pra forca e tij, domethënë qëndron sepse përsëritet. Ku e merr forcën zakoni? Sepse zakoni përsëritet, për çata ka kaluar shprehi. Dhe kur përsëritet, aja ngulitet në personalitetin e njeriu. Edhe është shumë vështirë me eliminu. Kjo pak a shumë është sa i përket pushtetit, zakonit, apo të ndryshe, shprehive, apo traditës, cilat përveç dëshirave dhe pasioneve, është pra një lloj pushteti i cili ka ndikim tek njeriu. Ky lloj pushteti i zakoneve, pra në krahasim me pushtetin e imanit, besimit, është shumë i dobët. Sado që është i fuqishëm kuptimin që përsëritet, po kur njeriu e ka një pushtet tjetër, pra ka iman, ka besim, besimi i tij është i gjallë, atëherë do ta shohim se ky lloj pushteti arrin mi shkul edhe zakonet dhe traditat më të këqija të cilat janë ngulit tek një njeri. Për mi luftu zakonet e këqija të cilat janë ngulit tek njeriu, do të mi shpall luftë pa kompromis. Luftë e cila është e udhëhequr me kuraje dhe vendosmëri. Vullneti i burrave çan malet. Kur njeriu është burr, ka vullnet burrit, sado që zakoni me qenë i lig, ai e eliminon. Zakoni i lig është edhe pirja e dohanit. Pra, një prej veseve është edhe pirja e dohanit. Mirë, po, a mundet më lo dohani? Po. Kur? Nëse ka vullnet dhe vendosmëri. Nëse ti zakonit vesit lig i shpall luftë pa kompromis, i mbështetesh Allahut me kuraje vendosmëri, pa dyshim se kemi adorë. Sepse besimi në Zot është ai i cili realisht e bën ndikimin sa nuk e bojnë edhe ligjet edhe sanksionet edhe ndeshkimet. Kur ka besim në Zot, besimi në Zot beson është më i fuqishëm se sa zgjedhjen e shtet që funksionon ligji më shumë te botë. Besimi në Zot kur është i sinqert funksionon më shumë se sa ligjet. Sepse ligjet mundën në situatë caktuar më respektu. Po kur nuk e sheh blicin, nuk e sheh kamerën, nuk e sheh policin, e të ngjashme, njeriu mundet prapë me thyë rregullën. Amo për dallim prej besimtarit, besimtarët din që kamera e Zotit 24 orë non-stop e përcjell. Prandaj turpruhet me bën ilshim, me bën shkelje të ligjit, me bën diçka të keqe, sepse e din që ka me dalë përpara kujt, përpara Allahut xhaleshanu. Për me ilustru ma mirë, pushteti i zakoneve, pushteti i besimit. Dhe për me kuptu ato që me vërtetu që e thash që pushteti i besimit është më i fuqishëm, se sa pushteti i zakoneve, por edhe se sa pushteti i sanksioneve. E dini në Shebaat vitin 1918, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të e pa që alkooli peshkatron shoqërinë amerikane, kanë marrë një vendim, kanë filluar një iniciativë, kampanjet ndryshme, kanë shtyp libra, broshura, ligje, derisa kanë ndaluar rrepsisht alkoolin edhe flotat detare, ushtrinë e ka shtyp vusion. Përpjekjet e para vitin 1918, pastaj vitin 1919, e ka pastaj përpjekje nuk janë ndërzuar deri në vitin 1933. Luftë e pa kompromis. Edhe në fund janë ndërzuar. Pushteti i zakoneve dhe i veseve të liga ka fitu mbi pushtetin e forcës edhe e ligjit. Nuk kanë mujt. Gjithë ato shpenzime, miliarda dollar kanë harxhu. Edhe në fund janë ndërzuar edhe kanë shfuqizuar ligjin i cili e ka ndalu alkoolin apo pijet alkoolike dhe ngjashme. Kjo është shembulli i parë kur lufta pa kompromis, po e bazuar vetëm mbi ligj. Jo me ndimin e besimit.
Për të njëjtën gjë, nëse kthehemi në histori pak më herët se sa amerikan, para 1400 vjetësh, kur Zoti në shoqërinë muslimane dhe në shoqërinë përgjithësi arabe në atë kohë, në shoqërinë botërore, ka ekzistuar më të madhe përdorimi i pijeve alkoolike. Edhe saqë aq shumë janë përdorur, saqë edhe fjala alkool e dini rrjedh pe arabishtës. Arabët pijen alkoolike, pijet alkoolike kanë quajtur alkohol, alkool diçka që është më e bukur dhe më e mira. Origjina është pe arabishtës, çka ka bazë alkoolit, verës. Allahu xhaleshanu kur e ka ndaluar alkoolin, nuk e ka ndaluar alkoolin rrëpsisht më njëherë. Por Zoti ka përdorur një ligj që quhet ligji i gradualitetit. Jo më njëherë. Hap pas hapi. Fillimisht Zoti ajetet që i ka zbrit, secilin ajet që i ka zbrit Zoti kur ka folur për alkoolit, ai që ka pas mendje dhe logjik shnosh e ka kuptuar se alkooli s'është diçka e mirë. Për mos më thonë që është ndalueshme rrëpsisht. Fillimisht Zoti ka folur për pemt, për rrushin, për cilët ka të mira, për cilët mund njeriu kur ta ndrydh me ardh mu prodhu pije, që ka dobi për njerëz kuptimin e tregtisë. Pastaj ka ardh ajete tjera, nuk do të him në detaje, po për shkak vetëm sa për ilustrim, sepse si ngjarje e dini. Pastaj ajeti i cili flet që ka dëm dhe dobi. Pastaj përderisa të falni mos përdorni alkool. E ka kufizu kohën dhe pastaj ka ardhur ajeti ku Allahu xhaleshanu në formë decitive të prerë ka thonë innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun. Vera, bigjozi, hedhja shigjeta për fallë. Po gjitha këto që ka pijet alkoolike, dese, narkotik, çka dush thuj, sepse fjala al-khamr që ne përkthejmë sot pijet përfshin të gjitha, gjithçka që e di mendjen. Pra çka po thotë Zoti, të gjitha këto adhurimi i idhujve, hedhja shigjeta për fallë, fati, lojrat e fatit, kumora, çka janë këto? Thot janë punë djallit të shejtanit. Janë rizqun min amali shejtan. Janë punë të ndyta të shejtanit. Fashtanibuhu, largono, jo mos e bani. Largono, nëse doni me kon të shpëtuar. Dhe transmetohet shumë prej sahabëve që sa na mësojnë në historinë kanë shumë të njohur, janë kanë tupi alkool. Kur momentin dikush ja ka pru lajmin, e ka zbrit ajete që ndalën alkoolin e kanë gjujt. S'kan thonë hajde pime edhe çiç. Dhe thuhet kur muslimant ka zbrit ky ajet i Kuranit në Medinë. Ato burrë që i kanë pas me rezerva, me alkool, kur ata i kanë shpraz, rrugët e Medinës kanë vërshu sikur me rana i shima për alkoolit. Edhe më kurrë që kanë kthy. Pse pat ndikim pushteti i imanit, besimit. Kur njeriu është i vetëdijshëm, besimi i tij mburon prej zemrës, prej shpirtit, se kjo vepër është e lik, e ka bindjen në Zotin. Zoti është i gjithdijshëm. Ai nuk porosit diçka që është e dëmshme për njërin, po ai porosit diçka që është e dobishme për njërin, atëherë ky iman, ky besim i brendshëm bën mrekulli. Pra besimi i vërtet mundet me ndryshuar edhe zakonet më të këqija. Sepse njeriu të jap motiv, jap qëllim dhe jap realisht jap kuptim. Kur njeriu beson me sinqeritetin më të madh, ai realisht fiton pushtetin mbi vete. Ai ngallnjen mbi vete. Për shkak kur e kanë pyet pejgamberin, cila është xhihadi më i madh, lufta më madhështore? Ka thonë lufta me vetveten. Problemi jon sot ku është? Problemi është me veten tonë. Sepse vetja jon neve na ka marr, egoja jon neve po na sundon, na ka prangos. E hapi parë për me kuptu jetën, për me kuptu qëllimin pse kemi ardhur në këtë botë dhe për mu angazhu për këtë kauz të madhe të Islamit, është që njeriu me ngallny mbi veten e tij. Kur ngallnjen njeriu mbi veten e tij, atëherë e mund edhe frikën, edhe dëshirat e kota dhe gjithçka që njeriu realisht i bën dëm edhe i bën të keqe. Për me kuptu këtë më mirë, po kam dëshirë këta pak minuta që i kemi ilustruar me disa ajete dhe hadithet pejgamberit tën Muhammedit alayhis salam. E dini një hadith të njohur të pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, thonë vepra më e dashme të Zotit është ajo vepër e vogël, por nëse është e vazhdueshme.
Vepra me dashurinë të Zotit është një vepër e vogël, por që është e vazhdueshme. A dini çfarë kuptimi ka vazhdimësia në këtë hadith? Kur vepra e vogël e mirë bëhet në vazhdimësi, bëhet zakon. A shënë zakoni i mirë? Nuk qenë kanë vetëm zakonet këqija. Po bëhet zakon, bëhet shprehi. Bëhet zakon, bëhet shprehi. Dhe Allahu e dën këtë vepër. Jo një vepër e madhe që bëhet një herë, 10 vjet e harron. Po një vepër e vogël, po që e bën në vazhdimësi për hir të Zotit, Allahu xhaleshanu është e vepër që e don. Po kjo hadith tregon lidhjen pra mes zakonit mirë dhe besimit sinqert qëndrueshëm në Allahun xhaleshanu. Se nga një herë zakoni i mirë kur s'ka besim, siç do ta shohim bëhet një rutinë mërzitshme. Dhe Zoti nuk don që ibadetet, adhurimet tona, veprat tona të mira me kon thjesht zakone pa shpirt, pa besim. Po zakon po, shprehi po vedia prezente. Prezente gjallëria e shpirtit që është besimi. Pra, zakoni merr vlerë kur merr vlerë zakoni? Vetëm kur buron nga besimi. Ndryshe ai mbetet një lëvizje pa shpirt. Zakoni merr vlerë kur dirigjohet prej besimit. Për ndryshe një lëvizje pa shpirt. A ke pa shumë njerëz namazin lëvizje fizike. Shpirti, zemra jo prezente. Allah thot në Kur'an innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ata që kanë besu, thot Allahu, dhe kanë bërë vepra të mira, Zoti ju udhëzon ata, Zoti ju tyre ju udhëzon ata për shkak të besimit tyre. Pra edhe veprat e mira, edhe zakonet e mira vjen si rezultati i çkafit, besimit në Zot. Këto kanë vlerë dhe për këto Zoti ka mëna shpërbly padyshim botën tjetër. Ky ajet dhe të ngjashme tregojnë se besimi pra është burim i udhëzimit dhe i ndryshimit tek njeriu. Kur njeriu beson me zemër, Allahu ja ndryshon rrugën dhe e ndihmon që të krijojë zakone të mira. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Ata të cilët thot Allahu angazhohen për tek ne do t'ja trasojmë rrugët që e binte na me përkthim thjesht. Thot edhe Allahu është me njerëzit e mirë. Pra si konkluz për mbledhje që me kuptu pra temën tonë, pushteti i zakoneve dhe pushteti i besimit, dhe si përfundim se pushteti i besimit arrin mi mujt pushtetin e zakoneve negative, për cilat po kemi për qëllim, pra si përfundim zakonet formojnë jetën. Por besimi i jap kuptim jetës. Se gjithçka që bojnë në këtë botë janë zakone, janë shprehi. Kjo formojnë jetën, apo? Amo që dy në zakone kush i jap kuptim? Pra kush kuptim besimi i pra jap kuptim jetës dhe zakoneve. Zakonet e mira janë urë drejt forcimit besimit. Por nëse mungon besimi, zakoni, siç e tha më herët, bëhet thjesht një rutinë dhe diçka boshe e pa vlerë. Shumë ankesa kemi këtë drejtim, secili prej vetes vet. Pe bëj këtë vepër, pe bëj këtë adhurim, pas pa ka shpirt. Do të më kthy te besimi. Për çfarë Allahu s'pështon s'ka sure gati në Kur'an, po thuaj se edhe ajet për vetë se në mënyrë direkte ose indirekte e përmend imanin, besimin. Çato është çelësi. Shoqëritë më të zhvilluara në botë, që na i llogarisëm sot sepse na i mosëm vetëm në aspektin material. Ju mungon besimi, shoqëri të thata, arritje të thata. E Allah po don që arritjet tona me qenë vetëm dunja, po me qenë një lloj ure që na lidh edhe me botën tjetër. Pra njeriu duhet të kujdeset që shprehit e tij, veprimet e tij me qenë me niyet, me qëllim. Dhe niyeti e shumëfishon shpërblimin. Sa punë të mira i zvoglohen për shkak mungesës të niyetit. Sa punë të vogla të mira rriten, shumëfishohen për shkak të niyetit dhe qëllimit të mirë. Pra Zoti nuk kërkon prej neve vetëm me pas zakone të mira, vepra të mira,
Po Zoti kërkon prej neve me pas edhe çka? Edhe qëllim të mirë. Sepse këte janë dy krahët që i dhojnë kuptim veprës për me shkuaja të Zoti. Me mujtë me fletëru, me shku të Zoti me kone pranune. Kur vepra si mungon njëni për këtyne krahëve, vepra është e cungunë, është e mangës. Sikur na i shpendi, cilët ju ka thy njëni krah, dhe nuk mundet me majtë balancimin, s'mundet me fletëru. Kështu është edhe njeriu. Nëse njeriu ka vullnet, bën vepra të mira, ka qëllim të mirë, prisi i tij është besimi në Zot, atëherë me lejen e Allahut xhaleshano do të arrijë në destinacionin e duhur dhe destinacionin e kërkuar.